Këtë fundjavë, vija ranore prej afro 5 kilometrash në plazhin e Divjakës u mbush me mijëra pushues që zgjodhen Bregdetin për t'u larguar nga temperaturat e larta. Por përtej fluksit të vizitorëve, një problem i përsëritur prej vitesh vazhdon të ngrejë shqetësim serioz, mungesa e masave të sigurisë në plazh. Plot 13 subjekte private që ushtrojnë aktivitet përgjatë vijës bregdetare kanë detyrim ligjor të vendosin kulla vrojtimi, vrojtues plazhi dhe mjete shpëtimi për garantimin e sigurisë së pushuesve. Megjithatë, në terren situata paraqitet krejt ndryshe. Vetëm 5 kulla vrojtimi gjenden përgjatë gjithë vijës bregdetare, ndërsa shumica e tyre janë të braktisura, pa vrojtues dhe pa pajisje shpëtimi. Në disa raste kanë mbetur vetëm strukturat metalike, pa asnjë funksion dhe pa asnjë person përgjegjës për monitorimin e pushuesve që futen në det. Kjo situatë bëhet edhe më alarmante pas tragjedisë së ndodhur pak ditë më parë në brigjet e plazhit të Talës, ku 2 fëmijë 9 dhe 11 vjeç humbën jetën. Pavarësisht ngjarjeve të rënda që kanë tronditur opinionin publik, në Divjak duket se as bizneset dhe as institucionet përgjegjëse nuk kanë reflektuar. Pushuesit shprehen se ndihen të pambrojtur dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente të institucioneve shtetërore. Sipas tyre, kontrollet mungojnë dhe ligji zbatohet vetëm në letër, ndërsa siguria e qytetarëve lihet në dorë të fatit. Një tjetër shqetësim i ngritur nga pushuesit lidhet me kushtet higjieno-sanitare në kioskat dhe pikat e fast foodit të ngritura përgjatë Bregdetit. Sipas tyre, shumë prej këtyre subjekteve nuk plotësojnë standardet bazë të higjienës për ofrimin e shërbimeve ushqimore në një zonë turistike. Pushuesit i bëjnë thirrje institucioneve shtetërore të ndërhyjnë menjëherë ndaj çdo biznesi që shkel ligjin dhe rrezikon jetën e qytetarëve. Ata kërkojnë që lejet e ushtrimit të aktivitetit të mos jepen dhe të mos rinovohen pa plotësimin e standardeve të sigurisë në plazh. Nëse sot mungojnë kullat e vrojtimit, vrojtuesit dhe mjetet e shpëtimit, pyetja që shtrojnë pushuesit është e drejtë për drejtë. A duhet të ndodhë një tjetër tragjedi që institucionet të kujtohen të veprojnë? Por mjetet e sigurie nuk ka, sepse godinat janë, po s'ka siguri. Kjo ishe. Këto godinat apo shpërshkuesi si kulla? Jo, nuk ka. Se po të kishin do dukeshin ato. Do kishin njerëz, do kishin dhe sigurim, por nuk ka. Të siguroj shtetin. Se këto i përkasi shtetit që të vinë pushuesit këtu. Këto zotrin pagujnë taksa? Zotrin pagujnë taksa? Kur pagujnë taksa, shteti duhet t'i japi atë kontrolin aty sigurinë, varkën, gjeran. Se dhe në Itali që mi qenë plazhne, po ishte brithe ai një nga ato me robat kuqe, gjithë Bregdeti nuk të lidhet kaloja ndër. Kurse këtu s'ka. Tu është tamam, ama se ishte dhe fillimi tani edhe nuk e di, më vonë se di, po te tani nuk ka fillim. Më vonë na korriku, nuk e di, po tu duhet bëhet një viktim që të vi siguria. Ditën e djeshme, në Talet e Lezhës, mbytën 2 fëmijë nga fushkëria në nëntën e 11 vjeç. Si shikoni këtë situatë? Shumë e keqe, shumë. Shteti ka parë fëmijë të miq, shteti i rrënjosur. Pa siguria, se po t'ishte siguria, vend të atje dhe shpëtonte fëmijë. Shteti. Po higjieno-sanitar në fast food, si e shikoni? Tu s'ka fare as banjo publike as gjë. Jo, s'ka. Kemi një banjë që shtëpia, po të eci vi një turist tu që t'hynë një banjë, po të ve. S'ka. Banja t'janë ati, po s'ka as ujë, as dhejke, s'ka. Detyrimisht do drejtojnë të ujë. Atë ujë që vetit, s'ka banja. Që kështu tu duhet të investoj shteti shumë, se s'ka shtet. Po t'ket shtet, i bën gjithë ato sigurime. Tu vetëm vinë me fanjakët, se ato që kam para iqin salate, dhe vinë dhe, po t'u bën fanjakët. Tjetër që duhet t'i pikëshyrin. Shëndetit, siguria është e para. A do t'jetë të mëndoshme siguria në plazhe? Diskutohet. Ku do t'i bani thirrje? Institucionet që kanë varësi, bashkia, policia, bashkiake e shtetit që. Nuk shikoj në siguri të saktë. Këtu nuk shikon një kull, gjithë ky mileti ashtu nuk shikon një vëzhgues të vëzhgoj detin njerëzit ku rrin ku s'rrin. Nuk ka ndonjë kull këtu, anë detit. Nuk shohim ne ndonjë kull. A do kishit ndonjë thirrje për institucionet e shtetit? Si jo. Duhet të kontrollojnë, të bëhen kontrolle, të vijnë rregulla, të vijnë ligje për njeriu. Se njeriu njerë vjen jeta dhe këtu nuk ka siguri. A ka një gjeng të fasikojnë? Po, mos i kujto. Fare. Nuk kanë siguri, t'i hapsh. Ne marrim gjera nga shtëpia që i konsumojnë. Nuk ka siguri.
Kurse sa përrohet, kjo është vërejtje me ta.